Thjesht dua të të kërkoj falje nëse je ndjerë ofenduar nga Esteri. Edhe të bëra një që të voçkën. Më fal. Nuk ka ishtë më fal. Të bëtë orë. Të je ofenduar nga unë, më fal. Edhe ti. Më fal shumë. Më thonë me qatë. Shpirë. Unë kam qef me kalu mirë, jo me ty po me... Yes. Me gjithë se cilën, se në fundit jena shqiptarë, adin. Yes. Edhe unë shoqet më të mira që i kum kalu senet më të shtira, një teme, i kam Shqipënijës, edhe i du shumë. Yes. E prandaj mendova që je ndjerë ofenduar nga Esteri dhe do të të kërkoja falje. Edhe dash të lulën se je e bukur si kjo lulja. Faleminderit, tazan, Mustanin. Halal. Edhe të më falje se një kesh për mije. Që Mustanin, it's okay. Pa marak. Kalu se gjana që ndodhe. Nuk dua të ofendoj askën, të betova në familje që unë ndjeva shumë keqe dhe mendova se të kam ofenduar dhe për këtë arsye nëse je ndjerë ofenduar nga Esteri, të kërkoj shumë falje. Jëm një ofendume, jëm një edhe shumë keq. Për shta dhe s'kum dasht më pa kërkush në qatë gjendje, për shta dhe kum najtë qoshev, jëm s'kutov, se s'du me dadhim të ndem me kërkan, as jëm mësu në qatë mënyrë. Qëka është? Po mos tani në gjana që ndodhin. Ndodhin edhe në familje, jo veç shoqëni, po it's okay, pemi it's okay. Kërkoj falje shumë nëse të kam ofenduar. Okay, sorry. E mos e prishim të. Ja. Qona t'i kuj do punë? Okej. Na që të vina. Yes. Lena, ke parë që vegeta të tjera? Kom pa t'ju harë shkurgjan. Pas ka këshu. Okej. Vegeta? E ja, pas kanë sjellë në këtë formë. Po, super, kjo shumë e mirë. Na, fasulet janë gati, vetëm pilafin tash. Kujt pak marrë një lukë, lutem. Tre, katër. Nina. Clear këtu. I understand. Jemi Rena. Jemi.
se të kam ofendu dhe kaq. E pranon, nuk e pranon ti. Duket që nuk është vajzë e keqe, a kupton? Megjithatë të kesh kuptime kena, njerëz jena. I thash pra nëse je ndjerë ofenduar nga Esteri, të kërkoj 1000 herë falje. Ke ftohtë? Të pas sopin ty, plas aftotim. Jam kështu nga situatat Ja. Sa sun sërsi kam thonë diçka që se kam thonë asoj. po ndodhin shumë gjëra dhe kemi shumë trysni. Po ka herë do të më thonë psikologës marrë dhjerë për çef. Po. Bëj bisedë për çef. Se kur nuk shef njerëz se ti kur nuk rri me njerëz se ti rri për ditë. Kur ti përballesh ose gjendesh përballë disa situatave që si përjeton çdo ditë, pra po ti ishte jashtë, ti shkoj me një fare mua me ta. Se ka shumë element, ka shumë personazhe që ndoshta jashtë sigur ata mund të thonë për ne që tipa si ju për shembull ose ne si thëna për ata që tipa si ata. Nuk flasim as nuk diskutojmë me ta, por megjithatë këtu jemi të detyruar. Pa ne. Edhe për sa i përket vendimit që të kanë marrë ose na foli pjesë, asgjë tjetër përveç se vetes vetë dau. Asnjë gjë tjetër përveç se vetes vetë nuk kërkojnë. Kërkojnë thjesht janë të dobët që pavarësisht lojës, pavarësisht gjithçkaje, ne mbajmë hatërmbetje, mbajmë kështu, ne s'u flasim fare tyra, ndërkohë ku di për shtypje. Po jo, unë për nenën, edhe ajo e kupton shumë mirë që ajo nuk do jetë më siç ishte me Estrin. Ama unë të paktën mos të ndihem keq që ndoshta mund ta kem ofenduar. Është e dukshme që ka zemër, nuk e ka. Por kanë herë duhet dhe me kuptu, pra që mi thonë që okay. Prandaj ja bëra që ta kuptoj që nuk të kam ofenduar më vajzë, po gjithsesi nëse e ndjen kështu. Jo, nuk të kam ofenduar. Ti ja ke thonë dhe arsyeën sepse nëse arsyeja është sepse 1 2 3. Na ke thonë ne sepse ajo s'ka vetë pyet. Po të shkruaj të pyet, atë që na ke thonë ne do thosh atë asaj. Po. Kupton. Po në rast se ti je ndje ofenduar, e ke marrë ashtu, mendoj që e ke marrë gabim, por unë kërkoj falje. Edhe pse se kam thonë ashtu. Po. Po, kjo është që e ma drejt, po. Këtë pra bëra. E jam me ty këtu, po. Kur e shoh që është diçka për realisht që mund të kërkoj falje, jo sepse bëra atë veprim, se unë prapë them që kam drejtën e gjithë botës, mos shkoj dhe të shkoj. O Ester. Por sepse ndoshta mund të jetë lirë ofenduar se u ndjeva keq, se thash kjo tani çfarë po qan se kam ofenduar unë, ndoshta se kam kuptuar edhe, prandaj thash vajz, se nuk jam unë askush që të ofendoj ty, të kërkoj shumë falje. Nice. Por fakti që kam menduar për Estrin është shumë normalisht që nuk do jetë më me Estrin siç ka qenë fillim kur e kam respektuar.